Orim të kjo çështje. Dakor. Se nuk e dim se e vërtet është. Ledjo të na tregoj tani, Ledjo, të lutem, e ke statusin? E ke një status të një IT-e që nuk jeton në Shqipëri, në fakt jeton në Vjenë, si kishte emrin se ai e ka hapur, ai ka hedhur për herë të parë. Po. Pastaj unë e pash që kishte bërë xhiron e mediave në gjithë Shqipërinë kjo, e portaleve dhe këtyre webeve online. Besmir Semana. Besmir Semana është. Bravo. Tani, mund ta lexosh pak Ledjo, megjithëse ti nuk e lexon atë se është shumë e gjatë, valla. Shumë e gjatë, po thelbi është TPI-ja në Shqipëri është një kërcënim i hapur ndaj kushtetutës dhe drejtave themelore. Tani kush ma shpjegon se unë në fakt për shkak sepse ka të bëjë çani me të dhënat të cilat përbëjnë elemente privatësisë. Se mos merri me ç'është kjo DPI-ja domethënë. Po, DPI-ja është një lloj forme metode e cila ndryn, urdhë? Është një mrokull izraelite. Jo. Është program. Nëse do, se unë kam bërë për këtë pjesë i kam bërë detyrat. Merret çik me DPI-n, Marsi. Teknologji. I kam bërë detyrat shumë mirë sot për këtë. Jepi. Jo, le të mbaroj Marsiti. Jo, po kush do e thot për punën e teknologjisë? Ti apo Marsiti që mos përsërisi njëri tjetër. Tani, si duash, nuk e kam problem. Thuaj Marsiti me këtë. Është një lloj teknologjie e cila lejon ndërhyrjen në të dhënat të cilat përbëjnë të dhëna esenciale, thelbësore dhe që janë liritë dhe drejta private të individit, ku përfshihet të dhënat personale të IP-ve, vendodhja, të gjitha preferencat që ti futesh në një rrjet të caktuar, siç mund të jetë TikToku, Facebooku, pra në të gjitha aplikacionet, dhe ajo të monitoron sjelljet, monitoron bisedat, monitoron preferencën, monitoron vendodhjen, monitoron gati gjithçka dhe lejon. Ja prita mbaroj dhe pastaj. Ta përfundoj, dakor. Dhe në këtë lloj forme ka të dhënat të cilat përbëjnë liri dhe të drejta themelore që janë sankcionuar në kushtetutë. Dhe statusin të cilin zotëria e ka bërë është më së drejtë. Pyetja që lind qëndron këtu, që nëse jemi përballë këtij rasti, që të kalojmë në real në terren. Atëherë, këtë lloj shkelje flagrante, a e rregullon procedura në gjykatën kushtetuese? Unë mendoj që jo. Pse? Sepse shtrirja e efektit deri në momentin që gjykata kushtetuese të bëj gjykimin dhe të japi vendimin e saj dhe të bëhet shpalla e vendimit, unë mendoj që shkelja këtyre lirive dhe drejtave themelore që kanë të bëjnë me aksesin në rrjetet të caktuara, në aplikacionet të caktuara dhe me të dhëna dhe të cilat i përkasin sferës së lirisë dhe drejtave personale, unë mendoj që nuk e rregullon. Sepse në momentin që do shpat vendimi, ka kaluar kjo u bë pikërisht përpara çani afatit ose ditës së zgjedhjeve. Pikërisht për të pasur kontroll në lidhje me të dhënat e aplikuesve dhe të atyre që lundrojnë në këto rrjete dhe në këto portale. Sepse di që TikToku ka qenë rrjeti më i përdorur. Por pyetja është, a kontrollon Dirama apo jo më sepse këtu akuzat që bëhet dhe nuk është vërtetuar akoma, është që këtë e ka qeveria, e ka kryeministri. Po jo, mundem. Nuk është kështu thoti. Jo. Po të gjitha mediat i ke parë. Gjitha mediat në Shqipëri. Mundem të. Se për prisë vërtetë Besmir Semanaj nuk e përmend tu emrin e Ramës. Jo, s'ka lidhje, nuk përmendet nga mediat se çfarë është kjo teknologjia. Mundem? Po jepi. Tani unë jam konsultuar sot me ekspert të nivelit Semanajt, minimalisht, dhe realisht tu nuk bëhet fjalë fare për debat politik, sepse këtu është debat esencial i lirive dhe drejtave tona. Pra në qoftë se na hyjnë, na marrin dhe... është vetëm politike kjo? Jo, gjithçka është politike. Kjo që po bëj unë, po them, jo, kjo që po bëj unë. Pra unë doja të kuptoja... Po mua nuk më intereson ajo një, po më intereson teknikën kush e kontrollon sot. Në dëgjoj pra tani. Se po më drejta e njeriu të këto unë filloj më fjalët janë, e di. Po jo, sepse nuk kam shumë besim të këto. Se nuk ekzistojnë. Jo, ekzistojnë, po... Në mënyrë relative kudo. I përdor politika për kal beteje. Asfund në mënyrë ideale. Bravo. Tani, fjalët janë që dy kompanitë më të mëdha telekomunikacioni, por dhe kompanitë tjera që shpërndajnë internet, kanë instaluar DPI. Pra është kjo teknologjia që thot Marsidi, që është, sipas ekspertëve, një gjë krejt e zakonshme që përdoret nga gjitha kompanitë e mëdha. Të ndihmoj pak tu? Po. DPI është teknologji që i lejon autoritetet ose kompanitë të shohin brenda. Shohin brenda ka vënë thonjza. Paketave të dhënave që qarkullojnë në rrjet për te adresave IP dhe titujve të faqeve, duke zbuluar përmbajtje komunikimi, preferenca dhe sjellje online të përdoruesve. Ndryshe nga teknologjitë tradicionale të mbikëqyrjes. DPI është shumë e ndërhyrshme dhe vështirë të justifikohet me parimin e proporcionalitetit në një shtet demokratik. Tani do më dëgjosh. Po pra, ne prandaj po e bëjmë fabul. Po pra, të them unë tani. Jo, ti e rrezon komplet pra, ti e relativizzon. Do e dëgjoni dhe do e kuptoni që shqiptarët duhet dinë sot që flasin.
kompanitë e internetit, kompanitë e telefonisë kështu me radhë, duke instaluar këtë DPI-n e famshme, a ju rrezikohen që t'ju merren bisedat që bëjnë me familjar, me miq, me shok, gjithçka kanë në email e kështu me radhë? Përgjigja për këtë është në mënyrë kategorike jo. Po si ka mundësi atë ku thotë? Kërcënimi i hapur dhe kushtetues dhe drejtat themelore. Më lejo më burr. Më lejo dhe le të na dëgjoj dhe të më kundërshtoj zoti Semanaj me gjithë respektin, pa diskutim. Pra, prandaj them që ta kishin, po ai nuk ishte. Prandaj them që i kanë bërë detyrat. Pra, si çdo qytet, shtet që ka policinë e saj, edhe kompanitë kanë këtë DPI-n si policinë e saj. Pra si një mjet për të mbrojtur. Çfarë do të thotë kjo është që në rast se kemi aplikacione si Gmaili, si WhatsAppi, si Sinjali e kështu me radhë, këto të gjitha në mënyrë kategorike janë të enkriptuara. Pra të pasbërthyeshme nga DPI-a çfarë bën? Më fal. Them drejt e Flogjer sepse është flagrante, domethënë, mua ma dërgon këtu bashortja ime, cila është edhe ka doktoraturën në këtë fushë. Ose bashortja është IT? Po. Po ne atë kishim marrë emision sot. Po. Bashortja nuk kishim marrë. Me kënaqësi. Si më shkoi mendja. Them thotë. Po ti pse s'më ta kishe pyetur në General Data Protection Rule, i cili shkruhet shkurtimisht GDPR, ka nenin 5 dhe nenin 25 të saj që lidhet me minimizimin e të dhënave dhe privacy by design, të cilat janë shkelur nga DPI-a. Pra publiku diskutoi azi tani me këtë që ekziston një rregullore e cila nuk është nënshkruar në Shqipëri, për të vërtetës, por është nënshkruar nga pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, e cila quhet General Data Protection Rule. Pra mbrojtja të dhënave gjenerale ose dhënave personale. Dhe kjo lloj teknologjie, pra teknologjia për cilën ne po flasim, e shkel këtë lloj rregullore dhe dy nenet e saj, që është neni 5 dhe neni 25, të cilat mund përthithin nenet e kushtetutës, si ka thënë zoti Semanaj. Si i ka këtu te statusi. E drejtë. Dhe si lloj teknologjie, supozohet që kjo i shkel dhe i cënon të drejtat e privatësisë. Më fal, tani gruan e Marsitit do ta pasojmë apo jo? Nuk po kundërshtoj. Jo, profesioniste për këtë punë. Jo, dakord. Ka doktoraturë në Hungari, në Buda. Ore, nuk e diskutohet. Unë po them që po të kem përballë tani bashortën e nderuar të Marsitit dhe këto që ka mund të shkruara këtu nga ekspertët, do bien dakord. Unë nuk po them që mund të mos shkilin ato nenet, sepse në një farë mënyre, ai di çfarë bën DPI-a? Të sheh ty rrjeti, kontrollon se ç'kontrolloj unë pra. Jo se ç'kontrollon, se po çon trafik tek TikToku apo tek Facebooku. Po qartë. Por vetëm kaq. Në asnjë moment rrjetet që janë të enkriptuara, nuk WhatsAppi, Gmaili, Facebooku, të gjitha me radhë. Pra ja për shembull, lexo pikal. Po ta shohësh, se e kam diskutuar sot dhe me ato që mban website-in tim. Ne kemi HTTPS. Kjo e fundit është siguria. Pra çfarë do të thotë? Që aty nuk mund të hyjë njeri sepse jam i mbrojtur. Është mbrojtja e website. Qartë. Dhe kjo DPI-a ty të çon tek lexo pikal. Pra i thot kompanisë internetit që sjell internetin tek ty, që Flogjerti po klikon Zone Lirë Official në Instagram ose në YouTube. Por jo çfarë po dëgjon Flogjerti në Instagram apo çfarë po chaton me çanin në WhatsApp. Pra nuk vidhen të dhënat personale. Orientohet dhe një gjë tjetër e fundit, që është po ashtu shumë e rëndësishme, këto DPI-t nuk i ka shteti. Këto i kanë kompanitë telefonike dhe kompanitë që shpërndajnë internet. Dhe këto, me kushtetut, ju a jep kushtetutat drejtën, që të mos ja lëshojnë as kujt. Por më ç'ishte ky lum portalesh atëre që akuzoni Rama. Ka qeveria DPI, mos është Rama nuk jeti ujë dhe militari, po dhe këtë Rama e ka bërë. Po më fal, e di, kjo është ta them një fjalë, pa aftësia e qeverisë për të mbyllur me mjete të tjera TikTokun, i ka bërë që gjitha kompanitë që kanë këtë internetit të vendosin ose e kanë patur dhe më herë DPI-n për mbrojtjen e tyre. E di çfarë ndodh çan? Në një moment Marsidi, bashortja Marsidit, më lëshon mua te lexo pikali 1 milion usera fake për të më rrëzuar serverin. Qartë. Un kam këtë sigurinë, këtë HTTPS që më mbron dhe që e identifikon pra që është fake klikim dhe
e ruan website-in që të mos bjerë serveri. Të njëjtën gjë bëjnë dhe këta. Ata e dinë kush po shkon te TikToku, tak i ndërpritet që të mos i hapet TikToku. Pse mund të them se kanë për gjitha DPI ndoshta. Po qeveria nuk ka instaluar asgjë askund, se njerëzit mendojnë që ka shku qeveria, ka futur një spiun atje, një MC Catcher çka ka qenë ai dhe tani na përgjon qeveria çfarë shkojmë në WhatsApp. Shmëndurim. Pra që ka keq kuptimin ma fort. Ka lidhje fare. Që na ramën e shkatëpor. Edhe për këtë ashtu. Dakor, unë mendoj që e ka bërë për unë mendoj që TikToku. është relativizim dhe Flogerti është pyet bashkëshortën për këtë gjë po them. Filmi Snowden, të kujtohet, një film i vitit 2013 me Edward Snowden, cili ka qenë një nga ish kontraktor të Agjencisë Sigurisë Kombëtare në Ku është ky tani, është në Rusi më duket? Po, ka qenë në Rusi, në Hong Kong, ka kajtur në një sër vendesh, ka qenë një nga agentët e kontraktuar nga qeveria i cili ka përdorur këtë lloj teknologjie. Dhe bëhet fjalë për një lloj teknologjie e cila monitoron gjithçka. Monitoron bisedën, monitoron preferencën. Pra futet dhe të këto të enkriptuara. Futet në WhatsApp. Po pyet edhe atë më tha. Po pyet, po nuk ta ka thënë. Është komplet historia. Nuk ta ka thënë. S'është profesioniste ajo, nuk ta ka thënë. Komplet historia e Edward Snowdenit. Nëse njerëzit duan ta kuptojnë, shikojnë filmin Snowden dhe në Amerikë çani, kjo lloj teknologjie është ndaluar për shkak të këtij skandali që ka plasur. Tani, se u mbyll ky muhabet. Më tha edhe këtë që sikur Shqipëria më thanë ta miqtë ekspertët, të kishte kapacitetet që po thonë që ka Shqipëria, ne nuk do ishim këtu, do ishim diku tjetër. Të njëjtën gjë kanë thënë edhe për rastin e offside-it kur i fliste Trumpi për shumë gjëra të tjera. Edhe dukesh i fillim si konspiracione dhe realisht dolën. Nuk po të fut ato. Pra po flas, unë nuk e diskutoj që jo të shoqë dhe këta miqtë e mi janë shumë të mirë në këtë fushë, por nuk kemi, dhe ma kanë thënë literalisht, nuk kemi ne burime njerëzore për të ngritur të tilla platforma dhe të tilla mekanizma kaq të frikshëm. S'ka mundur ta bllokoj TikTokun në mënyra tjera dhe kompanitë kanë patur DPI-n për sigurinë e tyre, ju ka thonë qeveria mbyllni edhe TikTokun. Më vjen mesazhi qeveria, Flogerti nuk e ka sakt, më thot. Qeveria dhe çdo strukturë tjetër, si policia, si shiku e tjerë, mezi ka prit thot, mezi ka prit sebepin me instalu kështu pajisje thot. Si nuk dash ka qeveria. Nëse qeveria thot nuk do të raportoj pa fshehur informacion, pse nuk flet AKEP me detaje për këtë çështje? Përse AKEP e lë që kjo situatë të përdoret në zgjedhje, nëse nuk ka të tillë pajisje AKEP thot të mbrojë të vërtetën. Çfarë pret thot? DPI-ja. Dhe këto i shkruan Meksi që Meksi i që është eksperti. Që është ekspert që punon ka gjithë punon. Ndërsa Meksit unë i them tani nëpërmjet te dhe i thash Meksit atë në emision sot, portoj të vit. Gabim ka bërë. Po mua ekspertët dhe njerëz që punojnë dhe me Meksin ndoshta, më kanë thënë që kjo është një teknologji që përdoret nga kompanitë e mëdha për të ruajtur kompanitë dhe për të menaxhuar sa më mirë rrjedhjet, sulmet, ataket e kështu me radhë. Kaq më kanë thënë mua dhe nuk më kanë thënë që e ka bërë qeveria. Debati vazhdon se kjo është shumë e bukur, po ne do të marrim përveç Meksit që kemi këtu, dhe Meksin e seduroj do të thonë se është pronar. Mund të vi kur doj, po do të marrim dhe IT të tjerë, do të flasim me Meksit tamam në fakt se kush mund të jetë që të bëjë debat tamam. Me kënaqësi. Unë gjej shumë. Është debat shumë i bukur. Joano Vajla Rari ka thënë, diktatura e ardhshme nuk është më politike, po është digjitale, që do të thotë nuk ka më nevojë thjesht për pushtetin e dhunës dhe monopolin e dhunës, po ka dakord vetëm për dhënat e cilat janë data është zoti, patjetër. Dhe Meksi vazhdon thotë, nëse kompania bën duke spionuar klientin e saj për hesab të vet, një ditë do përgjigjet në gjykatë. Eksaktësisht, ky është thelbi. Po nuk e, po ndërkohë tha do nuk e spionon, e ruan, po ja dha qeverisë le të mbaj përgjegjësi pastaj. Unë nuk e di që kompanitë marrin dhëna dhe ja japin Ramës. Pastaj s'është më vetëm po kur e bën për hesab qeverisë sot flërehat. Kjo është politik. Pse s'me erdhe sot, zotit, të thash, hajde se më duhesh e për të çështje, se ne jemi pothuajse ignorant të kjo pjesë anglogjizm. Meksi është i kësaj pune. Pothuajse ignorant, po nuk kemi dhënë pak informacion tani. Jo, ne e dham informacione, po njeri që punon nga brenda, për shembull këtë batut nuk ta bën njeri vëlla. Nëse e bën thot kompania, thot, për hesab qeverisë flërehat. Është perl më burr. Dakor. Vetëm se duhet vërtetuar dhe do ishte kryevep. Po, spakun për çfarë kemi pra? GKK-on spakun për të gjëra. Ata po na monitorojnë. Spak, çse na shikon? Kjo mund ishte një çështje shumë interesante me që Dumani ka thënë që do hapim dhe këtë thuaje task force-ën për zgjedhjet. Ka hapur. DPI, spak DPI-ja është në lojë. DPI-ja. Po një miku im Çani, i jeton në Vjenë, edhe ky miku im është gjithashtu ekspert IT, thotë që Besmiri ka shumë të dhëna dhe është vërtet thotë që qeveria i përdor. Dhe nuk e thotë kot, thotë, por mundohet që ta thotë në një lloj forme më politike. Besmiri le të nxjerr që këto kompanitë, një mik i Besmiri. Le ta nxjerr Besmiri dhe kushdo tjetër që ja japin qeverisë kompanitë e internetit dhënat,
Edhe jemi në rregull me Besmirin ne. Besmiri ka qenë shumë korrekt te Stato që ka bërë. Tepër korrekt. Ftoj të gjithë ata që Unë vetëm qartësova që nuk nxirë edhe njëra të Statit që duket që të vjen njerëz ta lexojnë unë këtë qartësova që qetësohuni njerëz sepse Jo, më janë të qetë njerëz të fare mo. nuk ju avjedh njëri zonat në email në WhatsApp. Po jo mos ju Njerëzit nuk kanë më çat humbi këtu. ju prish familjen njerëzve. Se do dalë një ditë dalin biseda me ato njerëz që s'duan. Dalin biseda më, po dalin për njerëz cilëve duhet ju bësh dëm sepse prishin punë. Po nuk dalin për njerëz të thjeshtë. Po ku e diti? Del siç dolin zonat tona, dolën gjitha zonat. Qartë. Në zonën iranianët. Mira bën në fakt. Iranianët thonë po, e se më revese kush ka qenë vërtet. Mos pra panik, mos pra panik. Nuk erdha thot me se zdoria do të pa fut turirin dhe edhe nuk ja vlem thot. Ka të bëj. Kupton? A kep na e vërteton të shprehet thot Meksi. Vetëm a kep e vërteton. Tu ka drejt. Okej, Meks, faleminderit për ndërhyrjen edhe me mesazhe. Ndërkohë që ora është 23:06 minuta, emisioni sigurisht mbaron, por ne do flasim për çështje tjetër sot, me që zgjatën te lajmi i parë me Belerin, sepse ishte një lajm xhashka, po ishte aktualiteti i fundit, l'aktualitet très chargé.